si që thatë ju ministra nuk qenë ka këto është hera 2 që nuk po vjen për të marrë pjesë në seancë për të përgjigjur këtyre 2 pyetjeve. Në fakt ne kam 2 pyetje që lidhen me të njëjtën çështje. Të dyja po I lexoj tash, meqense se është kjo shanca e fundit, them ashtu që të marr përgjigje nga ministra e cila nuk është këtu. Pyetjet e mia kanë të bëjnë me masën e mbrojtjes ose bllokimit të importimit të cimentos në Kosovë, që e ka dëmtuar më shumë të importin e cimentës nga Shqipëria, meqense pjesa më e madhe e cimentës është importuar nga Shqipëria. Dhe pyetja ime, njëra prej pyetjeve ka qenë të kuptohet nga ministra se cila është përqindja e tregut që e ka tash titani si pasojë e mbrojtjes nga qeveria dhe sa në përqindje ka ndrënë importin nga Shqipëria si pasojë e masës së vendosur nga ministra. Dhe pyetja tjetër ka të bëjë me profitin e titanit, pra sa milion euro ka qenë profiti i titanit si rrjedhoj e mbrojtjes gjatë kohës sa ka qenë masa në fuqi. Pra deri në çmasi është rrit profiti i titanit si pasojë drejt për drejt e mbrojtjes që I ka ofruar qeveria e Kosovës saj kompanije.